Edi Rama ka kujtuar se, si gjithmonë, batutat e tij do të merreshin si kumbulla samitesh, të thëna nga një kaqoli gjatë për të gjallëruar mbledhjet monotone të BE-s, por kësaj here Karagjozllëku i kryeministrit po shndërrohet në një krizë të vërtet politike, që mbrëm mediat pranë republikanëve dhe shtabit të Magas. Kanë trajtuar shakan pa krip të Ramës si një tallje politike e papranueshme në raportet diplomatike. Reagimi nga republikanët dhe demokratët. George Papadopoulos, ish këshilltari Donald Trump në mandatin e parë dhe sot analist republikan, e ka quajtur talljen e Ramës si një cinizëm të qëllimshëm. Ai publikoi edhe foto të Ramës me ish agentin McGonigal, duke interpretuar incidentin si një situatë të stisur dhe as pak spontane, një provokim i hapur ndaj presidentit Trump. Nga ana tjetër, Eric Swalwell, kongresmen demokrat nga Kalifornia dhe figura afërt me qarqet e George Soros, e rimori gallatën e Ramës duke e përdorur politikisht. Po tallen me ne, shkroi ai, duke e kthyer gafën e kryeministrit shqiptar në një çështje për diskutim politik në SBA, një shaka që kushton shtrenjtë, krahasuar me momentin kur Trump vuri në rresht liderët e BE-s për të mbajtur shënime. Kjo prallisje e Ramës shihet si një idioci e rëndë, jo vetëm nga republikanët, por edhe nga demokratët. I kanë përmendur Trumpit gafën e Shqipërisë me Azerbajxhanin, duke e përdorur si shembull të paaftësisë të një aleati. Kjo ngre pyetjen: ai levërdis Shqipërisë të futet në qerthullin e inatit të Donald Trump? Ai takon Tiranës zyrtare të prodhojë romuze diplomatike me aleatin më të rëndësishëm strategjik? Përgjigjja është e qartë: jo. Në Washington askush nuk është naiv. Tallja e Ramës shihet për atë që është një shaka e stisur për të provokuar, por kjo pritet të ketë pasoja të mëdha politike dhe diplomatike. Fundi i Ramës nuk vjen nga batutat, por nga lidhjet me krimin. Rama synon të shfaqet si viktimë, duke thënë se po mos ulmojnë për një batutë ndaj Trumpit. Në fakt, gjithë kjo është një manovër për të fshehur izolimin dhe ngricën që i vjen nga SBA, por e keqja më e madhe nuk është shakaja e Kopenhagës. Në ambasadën amerikane ka mbërritur një staf shtesë, i cili do të monitorojë SPAC. Ky ekip i ri do të fokusohet tek lidhjet mes qeverisë shqiptare, zyrtarëve të saj dhe grupeve të krimit të organizuar, veçanërisht në trafikun e drogës. Dhe ky është realisht problemi që mund të shënojë fundin politik të Edi Ramës.